Avionet luftarak izraelit goditën pjesë të rripit të Gazës gjatë natës, ndërsa kdhihej shtuna. Ushtria izraelite kishte paralajmëruar popullsinë që të evakuojë drejt pjesëve jugore të Gazës para bombardimeve, ndërsa Izraeli ka zgjeruar aksionin ushtarak në jug dhe veri të rripit të Gazës. Sulmet ndodhin një ditë pasi Shtetet e Bashkuara i vunë veto një rezolutë të Kombeve të Bashkuara që kërkon të armë pushim të menjëhershëm humanitar në Gazë. Britania abstenoi. Abstenciones. El resultado de la votación es el siguiente. Rezultati i votimit është si më poshtë: 13 vota pro, 1 kundër dhe 1 abstenim. Projekt rezoluta nuk miratohet për shkak të vetos së një antari të përhershëm të Këshillit Sigurimit. No ha sido aprobado debido al voto en contra de un miembro permanente del Consejo. Zëvendës ambasadori amerikan Robert Woods e kritikoi Këshillin pas votimit për atë që e cilësoi si dështim për të dënuar sulmet e Hamasit në Izrael dhe për të njohur të drejtën e Izraelit për të mbrojtur. Ne nuk i mbështesim thirrjet për një armpushim të menjëhershëm. Kjo do të mbillte vetëm farat për luftën e ardhshme, sepse Hamasi nuk ka dëshirë të shohë një paqe të qëndrueshme. Ushtria izraelite publikoi të shtunën pamje që tregojnë dikë që qellon ndaj trupave izraelite nga një shkollë OKB-s në Beit Hanun të Gazës, sipas Izraelit. Të shtunën më shumë ndihmë humanitare hyn në Gazë përmes vendkalimit Rafa. Ndërkohë familjet e pengjeve të marra nga Hamasi mbajtën një vigjil në Tel Aviv, të njëjtën gjatë ceremonisë së ndezjes së qirinjve për festen hebraike Hanuka, duke ndezur 138 qirinj që përfaqësojnë 138 pengje që ende mbahen robër nga Hamasi.